Begatia tjetër vëllezër është shiu apo uji. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Ne nga uji krijojmë çdo gjë të gjatë. Nuk ka gjallësi, nuk ka insekt në tokë, fytyrë tokës, edhe njerëz, edhe insekte, edhe bijë, edhe shtaz, edhe çka ka në fytyrë tokës ka nevojë për ujë. Nëse nuk ka ujë, aty nuk ka jetesë. Nëse nuk ka ujë, se prej ujit, nëse don pastërti me ujë, nëse don me ushëru me ujë, nëse don me majt vetën tanë pastër dhe mirë, duhet me ujë. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pru një shembull neve. Ka thënë nëse një lum kalon pranë shtëpisë së dikujt, edhe ai person lahet 5 herë në ditë, a kishte mbet ndonjë ndërtësi tek ai person? Ka thënë jo, ja Rasulullah, nuk kishte mbet. Ka thënë po ashtu, domethënë ai i cili merr abdes 5 herë në ditë, pastrohet domethënë prej mëkateve. Pra, uji leçi ta jetë gjallëni, jeton, mirë po dhe të pastron prej gjunahave. Pse? Dur që ke prej, kam që ke ecë, vesh që ke dëgju, sy që ke pa e kështu në radhë, dhe me thëmë pastron prej gjunahave. Pra, uji është një sen që e bën njeriu të jeton. Uji është dhuratë e Allahut Azza wa Jalla. Edhe për këtë vëllezër besimtar mos ja bëjmë na gajden se a do të ketë ujë, a nuk do të ketë ujë. Kërkoni falje të Allahu Azza wa Jalla, Allahu e zbret shiun. Kërkoni falje të Allahu Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla të siguron ujin. Mirë po sot njerëzit, edhe shkencëtarët, edhe të tjerë, e kanë gajden e ujit, po paksohet uji. Allahu Azza wa Jalla, kur e ka kriju njeriu, e ka ditë se ka nevojë për ujë. Kur i ka kriju shtazët, shtezët, insektet, kur i ka kriju krejt, ka nevojë për ujë. Edhe Allahu Azza wa Jalla zbret sipas nevojës. Sa ka nevojë njerëzit, as do me thënë zbret Allahu Azza wa Jalla ujë. Po të kishte me met tek njerëzit, vallahi njerëzit s'kishin dhënë. Ne shumë herë kemi pa, do me thënë edhe ma herët, para luftës, do me thënë kur kam pas, kur e kam punu tokën bujqit, ndoshta kam bë telashe për punën e ujit vaditjes. Mirë po Allahu Azza wa Jalla nuk po bën problem. Allahu pi jep ujë edhe atij që po i bën mëkat, edhe atij që po adhuron Allahun Azza wa Jalla. Se kjo është drejtësia e Allahut Azza wa Jalla. Mirë po pasaj do të jep llogaritë Allahu subhanahu wa ta'ala për mëkatin që po e bën. Pra, uji është dhuratë e krijuesit Allahut Azza wa Jalla, edhe mirësia e ujit është pjesë negative për të cilat njeriu ka me dhënë llogarinë ditën e gjykimit para Allahut Azza wa Jalla kur do të del para Allahut. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, pastaj atë ditë me siguri do të pyetin për begatit. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu thuhet se ka marrë me pyet ftoft. Edhe ka fillu me çaj, ka thonë për këtë nimet kena më pyet, kena me dhënë llogaritë Allahu Azza wa Jalla. Që ne sot nuk ja dim vlerën. Ne sot e shfrytëzojmë. Ne sot e shfrytëzojmë palidhja. E lojmë, ndoshta me kry ndonjë nevojë, ke punë me la kerën as po di çka. Mirë po e le dikush palidhje, vetëm e le me shumë ujë. E shumë prej vendeve, ndoshta nuk kanë me pi çat ujë. Për këtë arsye ky është nimet, edhe ti ke me dhënë llogari për këtë nimet të cilën Allahu Azza wa Jalla ta ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër ishte shumë i kujdesshëm ndaj begative të Allahut Azza wa Jalla. Kur hante dhe pinte e falenderonte Allahun Azza wa Jalla. Thoshte falenderimi qoftë Allahut që na dha të hanë dhe të pinë. Dhe bëri të lehtë për ne dhe i dha dalje prej kësaj. Më thonë, ti me hangë me pit po, mirë pa e duhet me dalë diku. A e duhet me dalë nëse nuk del, atëherë do me thonë ti ke më dëmtu. Ti ke më dëmtu. E kështu që, prapë do të me falenderu Allahun Azza wa Jalla një herë që ke hangër, që ke pi. Pse? Sepse ka njerëz të cilët nuk mundën as ujë me pi.
as ujë nuk i pihet. Ndoshta me pika i japin sa për me jetu. Mirë po ty, elhamdulillah, Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë mundësinë edhe me hongër edhe me pi, mirë po edhe me qitë jashtë ato.